Vllaznia ka nisur pas ditën e së hënës përgatitjet për sezonin e ri futbollistik 2025-2026. Seanca parë servitore u zhvillua në fushën sportive të Golemit, ku ishin të pranishëm 17 futbollistë dhe i gjithë stafi teknik i kuqebluve. Drejtori sportiv Jori Sinsinari prezantoi trajnerin e ri të ekipit Edi Martini, një emër i njohur për Shkodranën dhe futbollin shqiptar. Më pas ky i fundit ju drejtua mediave të pranishme për planet dhe objektivat e sezonit të ri. Është kënaqësi e madhe, domethënë për gjithë secilin, me kanë trajner i vllaznisë, është kënaqësi edhe nerë, aq më tepër për Shkodran, por du me thonë që është një detyrë shumë e zorshme, sepse dihet që në Shkodër gjithmonë kërkohet maksimumi i mundshëm. E quaj më tepër si përgjegjësi, se sa si kënaqësi, por kam me bashkëjetu me këtë përgjegjësi për ditë, do të mundohem nga mjesi ndarkë me përkushtu kësaj punë që më arrit më të mirë në mundshëm. Trajneri Martini theksoi se mes fushë është një repart që kërkojmë përforcime. Dy stopa që kanë një largu nga ekipi, mendojnë anti përforcojnë. Kemi mes fushën që mendojmë me përforcu. Kemi marrë krujen që me kanë një lojtar edhe besoj që edhe haka këtë ditë do jetë. Kemi siguru Gurishten që ka firmos për mos mu largu edhe një vit tjetër, gjë që është shumë e rëndësishme për ne. Po mendojmë që me doblu çdo pozicion të mundshëm që me kanë, sepse nuk fitohet loja as me 11 lojtar as me 12, fitohet me 22. Dhe po presim edhe lojtar tjerë që pothuajse jemi me disa në mbyllje, por për arsye edhe dokumentash edhe mosmarrimit kontratës tyne nuk jena të zot me prezantu sepse mund të apsojmë. Në stafin teknik, krahas Martinit dhe Sinanit janë edhe Ergi Borshi si zëvendës trajner, Ideal Lekiçi si trajner portierësh dhe Fation Kadia si përgatitës atletik. I pranishëm në këtë seancë të parë ishte edhe presidenti i klubit Alban Xhaferi, bashkë me drejtues të tjerë të klubit. Stërvitja në Shkodër do të zgjasë deri më 22 qershor, ndërsa faza përgatitore pritet të zhvillohet jashtë vendit.